Një nga arsyet madhore përse Berisha shpalli me urgjencë 22 dhjetorin ditë proteste ishte Ervin Saljani dhe takimet e tij në Durrës, Gjirokastër dhe Elbasan. Tani, të njëjtën gjë që i bëri Saljanit, po përpiqet t'ia bëj Agron Shehajt dhe Adriatik Lapajt. Nëse shikoni stilin e ftesës së tij për t'u bashkuar protestës së Berishës, e kupton qartë se nuk po i thërret në protest, por po i thërret për t'i bërë ushtar të tij dhe për t'i nxjerrë nga fusha e lojës si opozitar të ndryshëm nga Berisha. Me këtë stil, Berisha përpiqet të ruaj iluzionin si opozita e vetme në këtë vend, dhe gjithkush që tenton t'i marrë këtë monopol është më i keq se Edi Rama, dhe kështu e ka më të sigurt rezultatin e protestës. Nëse del mirë, u thot s'kam nevojë për ju. Nëse del keq, u thot ma sabotuat ju.